Zhvillohet në Hag dita e 5 e deklaratave përmbysëse për gjyqin kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetit Recep Selimi në gjykatën speciale. Deri më tani, fjalën përmbysëse i kanë shpalosur prokuroria, ekipi mbrojtës i viktimave dhe mbrojtja e Thaçit dhe e Veselit. Ndonse prokuroria ka kërkuar 45 vite burg për secilin të akuzuar, avokatët e Thaçit dhe Veselit i kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe kanë deklaruar se klientët e tyre janë plotësisht të pafajshëm. Radha është për avokatët e Jakub Krasniqi dhe Recep Selimit. Avokati i Recep Selimit, Erik Tulli, ka nisur fjalën duke paralajmëruar se do i trajtojë 3 temat në emër të klientit të tij, pretendimet e zyrës së prokurorit të specializuar për rolin e Selimit si ministër i rendit publik, pretendimet për disa shkrime dore që pretendohen të jenë bërë nga Selimi dhe më pas për disa përjashtime që mbulon zyra e prokurorit të specializuar në dosjen e saj. Avokati i Selimit e ka nisur me kundër argumentin e pretendimit të parë të prokurorisë, të cilët pretendojnë se Selimi ka patur kontroll mbi policinë si ministër i rendit publik. Zyra e prokurorit të specializuar nuk ka arritur të vërtetojë argumentet e veta, ka thënë avokati. Sipas tij, termi policie ushtri shërimtare të Kosovës është një tezë e prokurorisë e hartuar si një kosh ku prokuroria mund të hidhte sa më shumë dëshmi përmes provave jo gojore për të dhënë përshtypjen e gabuar se ekziston një lloj policie dhe që drejtohej nga Selimi si ministër i rendit publik. Pas qershorit, UÇK-ja dhe ushtria shërimtare ka qenë në përgjegjësinë e komandantëve të zonave dhe nuk ka qenë në përgjegjësinë e Selimit. Nuk ka ekzistuar një policie e tillë e UÇK-s ose Ministrisë së Rendit Publik që është mbikëqyrur nga Selimi, siç pretendon zyra e prokurorit të specializuar, ka vënë në dukje avokati. Sipas avokatit, nuk kishte asnjë forcë policie të krijuar në prill të vitit 1999 duke marrë parasysh rrethanat në atë kohë dhe nuk ka asnjë provë konfirmuese të paraqitur nga dëshmitarët apo nga zyra e prokurorit të specializuar që vërtetojnë një pretendim të tillë. Prokurorët e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për të cilët të katërt janë deklaruar të pafajshëm. Pas përmbylljes së deklaratave, çështja do të kalojë trupi gjykues. Gjykatësit kanë 3 muaj kohë që të marrë një vendim për çështjen ose të kërkojnë zgjatjen e afatit për marrjen e vendimit.